vetë gjysë. Është situata këtu, kjo është totalisht kryesore e mbjellur me gruan. Kjo është situata nga Miliskaja, Tukagjini ri, njësia administrative të madhe Kjo i duhet çdo ditë një banorit Miliskajës, Tukagjinit ri për me kalu nga fshati vet për me shku pjesën tjetër. Nëse se këtu nuk ke makinë, nuk ke se ku kalon, sepse është komplet pjesa e zonës është totalisht e përmbuluar. Situata është e tillë edhe pse koha po rregullohet e nuk po bie shi. Këtu pas ka qenë një familje, që është përmbytur totalisht dhe janë largu nga shtëpia. Ndërkohë me bisedën që po bëjmë me banorët, gjëja e gjallë është sistemu në shtëpia tjera që kërkojnë probleme. Ndërkohë kjo është rreth lagje, siç e shikoni. Nga uji. Familje është bërë kolosal kjo që ndodh. Sepse është përmbyt stalla brenda, pra kemi pjesë sipër, i pjesë Amikën me morë dhe mile gjona, se u kanë mytë këjtë mile misër për ato të në dure me makinë mikut të nga kanë bërë. Po sa ditë keni kështu? Unë 5 ditë. Që jeni përmbytur dhe ka hyrë ujë? Po, jena konë, unë jam Po këto i keni televizore, këto i keni shkutur? Janë prish me janë prish këtu, ha? Ja, janë prish. Shite ku ka prish. Pra, deri këtu ka qenë niveli ujë? Po, e këna matë diku. Këna matë. 2 djemë kemi, se